Po, Dania, më sa fut tash më ngrin nerva. Jo, sinqerisht e kam. Është velore. Jo, sepse më kanë lodhur me këmbë. Nga komandë. Po, po si bën kështu si ëngjëll, po të them. Stop me këto. Jo më zëma, që unë marr ashtu analiza. Analizat e mia. Ke marrë dhe ti për atë punë kur na mbitet dita krevate dhe pastaj dilën në Prime edhe na bëje fjalët e bukura të lezetshme për publikun të më jenë në një Tartrokitje, mos e kruaj, Dania, mos e kruaj. Qa të bëja mi sa ndonjë Zemra, analizat, mi ke marrë dhe ti kur pas taj, dilje në Prime, se pjesë televizioni qa me ndonë, edhe bëje bashkimin analizave të tjerve, për të marrë Tartrokitjen e publikut, të lutem. Si ka marrë asë njerë, kur bëj biseda, them timen, ai nuk e ka pas të natyrën për të manipuluar. Kam bërë biseda me Gertën, si ke bërë ti me Gertën, kaq. Mos e votoni dhe pikë. Nuk e di çfarë po thot. Dajmë të zëna në Jam e studio. qartë? Mendoj që Mendoj që qartë patët. Po okej. Xhenet, në një moment Rozana ka përmendur në një bisedë me Gjestin edhe emrin tënd, duke e pyetur nëse do të donte të kishte një përballje me ty dhe Gjesi është përgjigjur kur në jetë nuk ka për të mi pas syt. Ç'koment ke për këtë? Po asaj mu. Asaj ty? Po. Si do ta marrin vesh njëri Se ç'ka përshtypje, sot është ditë e diel, nga e marta, nga e mërkura. Kam për t'i pasit. Po, Vaki do jem paparazzi. Jo, do bin kështu rastësisht. Po pyet e ku ka fjet mbrëm, o pyet e se duan ta dinë gazetarët. Ka një gjë. Gjesi kur të shohë të gjithë video, pas finales madhe, besoj do të marrë të gjithë informacionet për komente që ka dhënë Xheneta her pas here dhe këtu në trotuar, do zbuloj që Xheneta ende ka ruajtur Arushin dhe kanatierën e tij të zezë. Që e parë që e kishte marrë me vete. Një pyetje teksa shoh kanatierën. Ku ja ke marrë kanatierën? Kanatierën ka lar apo se ka lar kanatierën? Ai ke lar apo ka akoma parfumin e Gjesit Xheneta? Është lar. Ai sa pas ka ruajtur parfumin. Si të bën të ndjesh komentin që ka thënë ai dhe pse ke marrë me vete kanatierën sot? Mua ai koment më bën mundi mirë. Shqyr Zotit më latë qetë, se aty gjithë rrugtimin e tim ka përmen gjatë gjithë kohës. Nëse se ka thonë ndonjëherë emrin tem Xhenet, biles fjallë për rreth i ka qurë gjithmonë. Unë u befasova dhe me një deklarat që pas darsës ti të famshme kishtë thonë eksat po kupen. Unë realisht mendoj... Qaj do me thënë? Falë. Eksat po plasin nga i natë. Po plasin nga i natë. Shqip. Unë e mendoj... Eksat ishat, po. Unë e mendoj që gjdo femën ndrohet mu martu, edhe të gjitha pretendojnë pak të një herë. Po të martu është për loj, dhe aqë ma pak të humbësh respektin për veten, mendoj që është shumë e pahishme për një gocë, edhe për një qonë. Shru që unë majicën e ti që kam pas, kam vendos ta kthej ty. Mua. Dhe këtë velo... Në top. Fej, ja merë dhe qiftit jetë lumdur. A ti po kthe këto pajen? Velon ta vë vetë nduket, se do unë ngella pa martuar. Po e lë këtu velon, ndërsa këtë kanatierën do e nxjerrim në ankam të faqe të diellës. Ajo duket si kanatiera ime, shumë e madhe. Ha? Kjo është si ka mbaj Gjesti. Mirë. Kjo është numër kjo është lam të mira. Xhenet, kjo është lam të mira jote me kanatierën, apo jo? Po, dhe unë... E sigurt? Për këtë vendim? Unë e kam thonë dhe po e përsëris prap, unë me gjithë respektin që kam pas për juve gjithmonë, edhe pse jam gjiku shumë për mendimet të mia që kam pas mbi situatat e tyne, pse disa për njerëzve nuk e kanë kuptu që unë jam këtu në punë dhe jo vetëm një situatina, po gjitha situatat i kam komentu. Unë po flas për herë të parë dhe të fundit në raport me ata dy dhe në lidhjen që ai ka si jetën e përditshme, private dhe ashtu të punës. Unë i uroj vetëm suksese dhe sinqerisht të gjithë rrethit të tina me mlon qetë, sepse s'm kanë lënë edhe në pas bigut, njerëzit që punojnë me të. Njerëzit që punojnë me të? Po, nuk më kanë lënë asnjëherë qetë dhe kështu që menaxheri i tij a kush? Mendoj ata e dinë kush e tek, s'ka nevojë me përmend me emra. Shpresoj që të më lejnë mu dhe familjen ti me qetë. Jam majica e tina dhe kaq. Majmunën e kam hedhë. Edhe familjen tënde e kanë bezdisur? Po, familja ime ka qenë, unë s'kam zgjedhur asnjëherë me fol, po ka qenë familja, do të thonë çfarë kërkojnë? Çfarë kërkojnë nga? Po nuk e di, unë jam nga një familje që unë nuk as babin tim, as nënën, as motrën, as vllahun nuk e kam detyruar me pëlqy dikë tjetër. Ju e dini që edhe vllai im i vogël javën e kaluar e ka thënë të preferuar me ti. Kështu që ne
e lajmë të jetojmë të lirë, por gjithsesi familja em ka qenë shumë e shqetësuar gjatë gjithë kohës, edhe vazhdimisht mesazha të kërcënuara, pse ajo vazhdon të flet për të, kështu që unë ju them që unë vazhdoj me kon këtu, edhe me punë të reja, jo të flasim për Big Brother ma. Okej, uroj t'jetë një mesazh që shkon në vesh me dur. Tina Vina. Po më Bledia, dashurie madhe. E fundit për këtë, si adhe lam të miren akoma. Jo, nuk po e shon. Se ke pas ti? Po, për jas du t'a sharoj. Kur unë ja kam boteshat gati ati, kam majt majmunit dhe këtë majit ti, aty mrenda. Majmuni apo arushin? Po ne të gjitha aty në Kosovë i thuj majmun. E kemi vënëre. Ashtë arosh, okej? Por unë e kam bajt me atë respektin që vazhdimisht unë jam shqetësu pse ai nuk është shfaq në Prime, dhe unë kam mendu që jam mush kaktore që ai po ndihet ke aty mrenda mend shkojnë gjithka dhe kam bërë si respekt. Si respekt në shpe. Nëse kur kam doli unë e kam po me i goc tjetër, kështu që ja dhuratën që e kam pasun shpe dhe jam të mirë. Kende i prosi kujt ja çojmë këto apo jo? Që dënë letë e merë, egli. E lame është. Lori, si të duk, po pra nuk jam bajti parfumin, si të duk atmosfera këtu në trotuar në diell përgjithsisht? Të dukemi në i qik lezeqëm ne, apo? Do gjak, ndi vërtet si në shtëpi me thënë drejtën. Ashtu? Do i ndrojmë këto. Po mirë tani, në qofse ne të bëjmë një ftes, o Lori, në qofse ne të bëjmë një ftes në bashkosh, do na e pranoje? Po pse jo, unë faktikisht planin e kam. Mos më thua jo, sa? Absolutisht kur, jo. Po të shop me këto syçka si të danjë, si ishte i shikim, jam bën ftues? Ose nuk kam më tash. Oh, mirë. Që mos hapim diskutime, debate të tjera. Faleminderit shumë që të gjithë që ishit me ne. Kam një mesazh të fundit për të ndarë me të gjithë publikun. Ma ruaj pak argjira këtë kujdes, ajo e merr delikates. Mbaj këte. Ja, kështu do e mbaj deri në fund të Thojnë që kush konkurrentët e Big Brother 5, nëse e marrin atë do hyjmë vitin tjetër. Ecëm për fat, për mbarësi ta shohim. Futem unë Big Brother po thua. Ne qyç ajo ti. Jo, ti ka dora. Hive të reja. Me Graciano. Nuk dihet bën vaki. Graciano, unë me këtë majic fitova punën Top Channel. Bën vaki pra hive që ka shoqë Eglin mund të edhe t'ja pasaj. Kam një mesazh të fundit për ndarë me të gjithë ju. Do jemi në këndin e Wash and Go, sepse kujdesi i përditshëm bën diferencën me Wash and Go. Harroni rutinën e ndërlikuar për flokët. Me Wash and Go, thjeshtësia dhe efektiviteti bashkohen në një formulë që jep rezultate nga larja e parë, volum, butësi dhe shkëlqim, gjithçka që flokët tuaj ka nevojë për të qenë të gjallë dhe të shëndetshëm. E përshtatshme për çdo antar të familjes, Wash and Go është zgjidhja ideale për flokët që duken dhe ndihen të mrekullueshëm. E gjeni lehtësisht në supermarkete, markete, dyqane dhe pika të ndryshme shitje në të gjithë vendin. Wash and Go, kujdes që ndihet, bukuri që dallohet. Faleminderit shumë që ishit me ne, Danja, Loredana, shpresoj të shohim gjithnjë më tepër në ekrane. Faleminderit. Rizarta gjithashtu, Kelly me projekte muzikore, lutem sa më parë, edhe mendoj me vërtet klipin me Rizartën se do ishte fantastik. Xhenet, do flasim çik më mbrapa një dy gjëra pa ato vellon mbaj se kemi një diskutim për të bërë. Graciano Gjira, faleminderit që ishe me ne. Rea, Bled Mana, uroj mos jesh mërzitur Bledi me ne. Jo, fare, u gëzova. E shoh. Faleminderit shumë, qëndroni me ne në diell.